Mirë mbrëma. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shenja e peshores. Shenja e peshores kemi dika pakës më të zbutura se gjitha shenjat e tjera, gjithsesi do të preket shëndeti. Prandaj dhe në qoftë se nuk kemi të vëmendshëm, në qoftë se egzagjerojmë çfarë do lloj gjëje të jetë kjo, është një nga shenjat që do të preket më tepër. Në përgjithësi, ndikimet problematike në lidhje me shëndetin do të jenë një rënje në imunitet tek shenja e peshores, që do të prekë pikat ku ata i kanë më të ndjeshme, siç janë veshkat për shembull, ose sistemi urinar. Po ashtu edhe mund të preket edhe sistemi riprodhues. Këto janë tematika që shenja e peshores i ka vetë më të ndjeshme, por ndryshon nga individi në individ detyrimisht, gjithsesi duke qenë se mund të kemi imunitet të ulën nëse egzagjerojmë çfarë do lloj gjëje, mund të jemi pak më të ndjeshëm edhe ndaj sëmundjeve të stinës. Për këtë arsye, një lloj siç është për shumë shenja të tjera, do të këshilloj që të jemi të kontrolluar. Marrëdhëniet që kemi me kolegët tanë, që sa periudhë do të jenë marrëdhënie më sfiduese për ne. Këto vërtet që mund ta gënjejmë veten tonë dhe të marrim riske që janë të panevojshme. Këtë mund ta bëjmë edhe nëpërmjet komunikimit, çfarë do të them me këtë, mund të flasim në mënyrë jo të shumë të shëndetshme, ose mund të pranojmë që të na flitet në mënyrë jo të shëndetshme. Do të preket në mënyrë të dukshme marrëdhëniet që kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë, sidomos në qoftë se e dim që është bërë padrejtësi në një formë ose në tjetër, pra ose ne ju kemi bërë atyre padrejtësi, ose ata na kanë bërë padrejtësi dhe ne kemi planuar këtë si gjë. Kjo honëre do t'i nxjerrë më tepër në skenë këto si tematika. Si rrjedhoj, shenja e peshores do të ndihet vërtet shumë i lodhur. Do të ndjesë gjithë trysnin e universit pak a shumë mbi veten e saj. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Tema më e rëndësishme kësaj hënëtere është që duhet jemi të veprojmë në mënyrë etike dhe të pranojmë vetëm atë çfarë është e drejtë. Si rrjedhoj, nëse e dimë që kemi bërë padrejtësi, duhet ta pranojmë dhe të pranojmë edhe të marrim përgjegjësi për veprimet që kemi bërë. Si rrjedhoj, nëse duhet të bëjmë diçka ekstra, të paguajmë në një farë mënyrë, duhet të bëjmë atë. Në qoftë se na është bërë padrejtësi, duhet të fillojmë që të komunikojmë në mënyrë të hapur. Për te diplomacisë, duhet të jemi vërtet të sinqertë dhe të kërkojmë drejtësi për veten tonë. Në qoftë se kjo padrejtësi na është bërë tek vendi jonë i punës, edhe këtu duhet të fillojmë që ta kërkojmë. Nuk po them që duhet të flasim, domethënë të kërkojmë gjërat me imponim, po them që duhet të kërkojmë drejtësi. Mënyra se si do ta bëjmë këtë detyrimisht është në mënyrë etike dhe në mënyrë profesionale, që është një nga tematikat më të rëndësishme tek kësaj hëne të re. Nëse jemi profesional, nëse veprojmë në mënyrë të drejtë, do të marrim atë çfarë meritojmë. Dhe në qoftë se nuk veprojmë në mënyrë të tillë, do të humbasim edhe ato që kemi në dorë. Gjithë suksesin që mund të kemi arritur për shembull deri tani, mund ta humbasim. Kjo është edhe një nga ndikimet më të fuqishme që ka shenja e peshores në këto momente. Gjithë puna që ka bërë për pothuajse 2 vitet më para kësaj, pra gjatë këtyre 2 viteve, do të japi provimin tani se sa e meriton ose sa jo. Prandaj është një periudhë shumë e gjatë për mendimin tim për të humbur në këto momente. Nëse është diçka që duhet ta kërkojmë, do ta kërkojmë. Në lidhje me shëndetin, normalisht duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Gjërat që nuk na bëjnë mirë duhet të heqim nga jeta jonë. Është pak a shumë siç ishte tek shenja e gafores, që duhet të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat të cilat janë të shëndetshme. Mundësisht të bëni edhe ju detoks. Edhe kjo na ndikon vërtet shumë mirë, sepse heqim nga jeta jonë ose nga trupi jonë, nga organizmi jonë gjërat që janë toksike. Detoks. Shenja e akrepit. Ajo çfarë do të ndikojë tek shenja e akrepit është të ardhurat materiale. Ndikimi në përgjithësi është pak më i thjeshtë se për shenjat e tjera. Kjo sepse kjo hënë e re do ta ndikojë ose më themi gjithë sprovat që ka kaluar deri në këto momente ishin shumë më të vështira se këto që ka tani në këto moment, tani aktualisht, dhe pak më tepër, duke qenë se kemi shumë vendosje tek hyjësi e akrepit. Pra nën tema e kësaj hëne të re është pikërisht akrepi, tematikat e tij. Dhe do të thotë edhe ndryshime rrënjësore që kanë të bëjnë në lidhje me vlerat, dhe çfarë vlerëson vërtet ai. Dhe mbi të gjitha, ata që jetojnë brenda Shqipërisë, duke qenë se ascendenti i kësaj hëne të re do të jetë pikërisht tek shenja e akrepit, do të thotë që do të kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe. Në qoftë se ne përdorim intuitën, por në qoftë se nuk bien pre e vartësive tona.
Vartësitë në këtë rast për shenjën e akrepit janë vërtet vartësi, sidomos ato që kanë të bëjnë me lëndët narkotike. Dhe kemi edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, nuk duhet të bien pre egos ton. Duhet të zgjidhim atë çfarë është e mira për të gjithë personat që kemi rreth rrotës për në ambient. Këtu do të preken detyrimisht të gjitha marrëdhëniet familjare. Çiftet të cilat kanë probleme, pra që ata që janë një prej çiftit, pra një nga personat e çiftit janë tek shenja e akrepit dhe kanë probleme. Do të thotë që kemi mundësi që të zgjidhim këto, mjafton që të jemi vërtet të ndërgjegjshëm dhe të veprojmë në mënyrë etike. Natyra e akrepit e shpjegova në fillim që është pak hakmarrse, që në natyrën e tij mund të ketë që të helmoj me dashje ose pa dashje të gjitha marrëdhëniet që ka rreth rrotës. Kjo është pikërisht ajo çfarë në këtë moment duhet ta frenojë veten e tij. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë për shenjën e akrepit, ajo çfarë do të ndikohet është të ardhurat materiale. Do të mund të marrim gjithë meritën e punës që kemi bërë për pothuajse 2 vitet para kësaj, pra gjatë këtyre 2 viteve. Pak më tepër, në qoftë se kemi punuar dhe nuk kemi marrë rezultate, sidomos që nga marsi i këtij viti, pra duke filluar nga marsi i vitit 2025 dhe deri tani, shenja e akrepit në një farë mënyrë do të shpërblehet në të ardhur materiale vërtet shumë të mira nga kjo hënë e re. Në qoftë se ne bien pre e vartësive tona, atëherë do të veprojmë në mënyrë shumë të egzageruar karshi gjithçkaje, si rrjedhoj nuk do të jemi në kontroll të vetes tonë, si rrjedhoj do të humbasim shumë. Pra, edhe humbja do të jetë po ashtu e egzageruar. Shenja e akrepit, për këtë arsye, ka në dorën e tij që të zgjedhë nëse që tani e tutje do të jetojë në bollëk, pra do të ketë mirëqenie, ose do të jetojë në mënyrë mizerabël, pra sepse do të humbasë dhe ato që ka në dorën e tij. E ka të thjesht përsëris për ta zgjedhur, arsye që e ka të thjesht është sepse ka kaluar shumë gjëra shumë më të vështira deri tani. Mjafton që të jetë i kontrolluar. Kjo është ajo dhe të veprojë në mënyrë etike. Shenja e akrepit ka shumë të prekur dhe shëndetin në këto momente, do të vazhdojë që ta ketë të prekur deri në datën 4 janar. Pas datës 4 janar do të filloj që të zbutet në mënyrë të dukshme ky si ndikim, por deri në atë datë do të këshilloj që të jemi shumë të kontrolluar në lidhje me çfarë han, çfarë pijnë dhe mundësisht pas hënës së re. Duke qenë se atëherë dhe energjia do të jetë në rritje sipër, do t'i këshilloja që të filloni të bëni sport. Çfarë do lloj sporti që juve pëlqen, mjafton që të jetë diçka aktive, pra një aktivizim i trupit. Shenja e shigjetarit. Shenjës së shigjetarit këshillat po i japshin në fillim. Duke qenë se kemi tendencën për të egzageruar, duke qenë se kemi tendencën që edhe çdo gjë që na thuhet ta egzagerojmë, do t'i këshilloj që të jemi shumë të kontrolluar dhe të vetëdijshëm. Si fillim, gjë që nuk duhet t'i tejkalojmë masën është ushqimi, sepse në këto momente kemi shumë më tepër tendencë që të hamë më tepër. Kemi një farë boshllëku brenda vetes ose një farë pasigurie, i cili detyrimisht, në qoftë se bien preti, do të shtojmë shumë në peshë, por jo vetëm aq, do të preket në mënyrë të dukshme shëndeti. Ky lloj cikli që jemi në këtë moment është një cikël karmik i cili nëse tejkalohet, nuk do të përsëritet më, pra është shumë e rëndësishme në këtë moment që të mos bien preti. Është vërtet ushqim fizik, domethënë, nuk duhet ham shumë. Duhet të jemi shumë të kontrolluar dhe mundësisht, në qoftë se keni mundësi, po e them në këtë mënyrë, të mos përdorni shumë produkte shtazore. Sa më lehtë që të ushqemi në këtë moment është deri për hënën e re, pra deri ditën e shtunë, nuk është një periudhë shumë e gjatë, 4 ditë na kanë ngelur tashmë. Pra gjatë këtyre 4 ditëve, në qoftë se ushqemi pak më lehtë, do ta kemi shumë më të thjeshtë, ose më themi, do të jemi më të lehtë edhe nga ana shpirtërore dhe do të marrim vendime më të drejta për këtë arsye. Gertasia. Atëherë, këto ishin këshillat që ka shenja e shigjetarit. Çfarë do të ndryshojë në jetën e tyre? Gjithçka, duke qenë se do të kemi një ndryshim, një kapërcim i identitetit tashmë. Kjo hënë e re do të ketë një kënd të vështirë me Jupiterin, i cili është drejtuesi i shenjës së shigjetarit, por është tashmë një kënd i cili është duke u zvogëluar, ose duke u larguar, më të themi. Prandaj dhe atë çfarë nuk duhet të bëjmë e kemi mësuar të përmendësh.
Atë çfarë duhet të bëjmë, tashmë e dim, mjafton që të jemi të vetëdijshëm dhe çdo zgjedhje ta bëjmë në bazë të kësaj. Nuk ka fare rëndësi nëse na pëlqen apo jo, e rëndësishme është se sa e shëndetshme është për ne. Këtë mund ta vëmë shumë mirë, është e shëndetshme apo jo për ne, sepse në momentin që ne bëjmë diçka të pashëndetshme, personat që kemi rreth rrotës, sidomos familjarët, reagojnë në mënyrë negative. Kjo mund të jetë pak a shumë një trik të mund ta përdor. Dhe për ata të cilët nuk jetojnë me familje ose jetojnë vetëm, gjëra që mund të vënë resh, prishet patjetër diçka brenda shtëpisë. Kjo është një nga gjërat që mund ta përdorim pra. Si rrjedhoj, në qoftë se gjithçka po ecën mirë, fillojmë që të kemi të ardhur materiale të mira, sepse kjo tashmë shenja shënjetare do të futet në fazën që do të marrë atë çfarë meriton edhe në këtë aspekt, do të kemi një rritje në begati, në të ardhur materiale pra, si rrjedhoj. Do të mund edhe të kemi një rritje edhe në moral, të cilën mund ta përdorim pothuajse në çdo aspekt të jetës. Por në mënyrë që ta bëjmë këtë përsëris do të heq dorë nga çdo gjë që është toksike në jetën e tij dhe të kemi një rikrijim të identitetit, një identitet i cili na shërben shumë më tepër ne, i cili është shumë më tepër i drejtë, thot gjithmonë të vërtetën, por në vendin kur duhet, pra sipas vendit dhe kuvendit. Dhe si rrjedhoj bëhet pak a shumë një person shembull ose udhëheq me shembull në çdo ambient që futet. Është një ndikim pak i lodhshëm, por është edhe një ndikim shumë pozitiv. Duke filluar nga dita e hënë e tutje, do të fillojmë që ta ndjejmë shumë më tepër pozitivitetin e kësaj, ndërkohë që deri tek hëna e re, që është ditën e shtunë, do të jemi pak a shumë një farë plagështie. Si rrjedhoj, të njëjtat këshilla që i dhash tek shenja e gaforës, po i përsëris edhe tek shenja shënjetare, do të këshilloj që të merrni gjërat një nga një dhe të bëni vetëm gjërat që janë të domosdoshme. Sepse gjërat e tjera mund të na shterojnë energjinë. Pavarësisht se kemi një element zjarri shumë të lartë në këto momente, energjinë që kemi brenda trupit nuk dim se si ta manovrojmë ashtu siç duhet. Prandaj të fokusojmë dhe të bëjmë gjërat një nga një, do të jetë më shëndetshme dhe mundësisht të mos harxhoni shumë. Shenja e bricapit ka ndikime pak të lodhshme. I vetmi ndikim ku mund të mbështetet është Marsi, i cili është vendosur tashmë tek shenja e tyre. Ky Mars mund të na bëjë vërtet shumë aktiv, në të njëjtën kohë na jep edhe një farë stabiliteti, na krijon atë shtyllën kurrizore rreth të cilës ne mund të mbështesim gjithçka. Është një ndikim i fuqishëm, për këtë arsye, mënyra se si mund të aktivizojmë edhe më tepër Marsin është të jemi aktiv fizikisht, pra të bëjmë sport, patjetër, dhe të jemi të rregullt në jetën tonë. Edhe kjo është një nga temat më të rëndësishme që ka në këto momente shenja e bricapit. Kjo hënë e re për ju do me thënë mbarimi një periudhe karmike shumë të rëndësishme, rikrijimi i vërtet identitetit më të shëndetshëm dhe spastrimi komplet botës së brendshme nga të gjitha frikrat, dyshimet që mund të keni në lidhje me veten tuaj. Si rrjedhoj, pas kësaj hëne të re do të rrilim ne si individ të cilët kanë një vetbesim shumë më të lartë, sepse do të kenë spastruar nga jeta e tyre të gjithë individët apo elementet të cilat në këto momente ju po ju helmojnë. Është shumë i lodhshëm, deri ditën e shtunë do t'i këshilloja me ngulm që të jeni të kujdesshëm ndaj gjithçkaje dhe ndaj gjithkujt, detyrimisht çfarë hani, çfarë pini, pra çfarë planoni në organizmin tuaj është shumë e rëndësishme, sepse vërtet keni pak më tepër tendencë që të helmoni në këto momente. Gjërat të cilat nuk i keni të sigurta të mos i konsumoni. Këshilla ime do të ishte që edhe fjalët që ju thuaj në këto momente të mos i merrni shumë për zemër, sepse mund t'i keq kuptoni. Edhe kjo është një nga tematikat më të rëndësishme. Bota e brendshme është shumë e zmadhuar në këto momente, prandaj dhe reflektimi i saj në botën reale mund të përkthehet edhe në një impulsivitet ose një reagim pothuajse të menjëhershëm, pak a shumë tip alergjie që mund të krijohet. Si rrjedhoj, edhe alergjit vetë në trup mund të ndjen pak më tepër në këto momente. Pikat ku do të jenë më të ndjeshme shenja e bricapit është në rrugët e frymarrjes, në musmushkret janë shumë të prekura. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që përsëris të bëjmë sport dhe mundësisht edhe breathwork për shembull është një nga gjërat që mund ta bëjmë dhe që do të na ndihmojë që të kalojmë këtë moment. Mbi të gjitha duke qenë se na bën që të përqendrohemi tek vetja jon, tek qendra jon. Pra, kemi shumë më të thjeshtë ta mbajmë edhe situatën në dorë sepse kemi veten tonë në dorë. Shenja e bricapit është për këtë arsye shenja që pasi të te kaloj këto sfida dhe të marrë veten e tij në dorë, është shenja e cili do të ketë suksesin më të madh pas kësaj.
Duke filluar nga data 24 dhjetor do ta ndijmë edhe më tepër, por edhe ditën e hënë, pra datën 22 do fillojmë që ta ndijmë, deri në datën 20 për i përsëris, që është hëna e re, është në orën 2:43 të mëngjesit. Do të jetë e vështirë për përsërisje për sa i përket shëndetit mendor, po ashtu edhe në lidhje me shëndetin fizik. Këto janë dy tema që do të këshillojmë edhe më të kujdesshëm se për çdo gjë tjetër, ndërkohë që aty ku mund të reflektojmë më tepër këto si probleme, nëse nuk jemi të vëmendshëm, nëse nuk jemi të kontrolluar, janë marrëdhënie që kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë, mund të flasim në mënyrë jo të përshtatshme. Kjo është vlerë që kemi me partnerët tanë. Sidomos lidhjet afatgjata. Këtu bëhet fjalë për martesat më tepër, do të ndikojnë shumë më tepër. Në qoftë se merrni vesh lajme për tradhti, po flas përsëri në lidhje brenda martesave ose lidhjeve afatgjata, do t'ju këshilloja që të rishikoni edhe një herë ose të studioni të mirë situatën dhe të mos merrni vendime në këto momente, por të filloni që të rishikoni edhe një herë pas ditës së hënë tutje, sepse atëherë do të jeni shumë më të aftë që të shikoni të vërtetën në sy. Në këto momente kemi parë mjegullimi në lidhje me këto tema. Nuk mund të them që është e vërtetë apo s'është e vërtetë, po them thjesht që rishikojnë edhe një herë pas rezultateve. Okej, dhe shenja e ujorit është edhe kjo ka pak më të thjeshtë për të tejkaluar. Për fat të mirë, shenja e ujorit në këto momente ka ndikime të cilat e mbështesin. Kemi pasur një periudhë shumë të lodhshme për ta, duke qenë se kemi Plutonin të vendosur tek shenja e tyre, si rrjedhoi momente ku ka mbrojtje nga sistemi, detyrimisht të bëjmë shumë mirë. Pika ku ka më tepër mbrojtje është marrëdhënia që ka me veten e tij, me trupin e tij pra. Dhe si rrjedhoi kjo e ndikon dhe në pozitive në çdo aspekt jetës. Merr një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, por jo shoqëria thjesht miqt apo shokët që ka. Në të vërtetë marrin një ndihmë shumë të madhe nga ambienti që na rrethon, pra shoqëria në aspekt më të gjerë, në spektrum më të gjerë. Kjo do thotë që të gjithë kontaktet që krijon në këto momente i ndihmojnë ata për të arritur qëllimin që kanë në jetë. Është shumë e rëndësishme kjo si gjë dhe mbi të gjitha marrin një nxitje edhe për të kryer burimet të ardhur materiale të mira. Por këtu, në të njëjtën kohë mund të përballen edhe me mashtrime të shumta. Si rrjedhoi, çdo zgjedhje që bëjmë duhet të jetë e llogaritur mirë. Mbi të gjitha, duhet të kaloj dhe nën kontrollin e një specialisti. Pra nëse duam të bëjmë një investim, çfarë do lloj investimi që të jetë ky? Nuk ka shumë rëndësi. Atëherë duhet të kontrollojmë edhe me specialistët e fushës, të marrim disa mendime përpara se ta bëjmë, përpara se të investojmë diçka. Deri tek dita e hënës së re, që është ditën e shtunë, pra investimet ose fillimet të reja nuk do t'i këshilloja, sepse në përgjithësi, duke qenë se hëna është në vjen në ulje, nuk është se kemi ndonjëherë rendiment shumë të lartë. Prandaj dhe të vëzhgojmë që asaj periudhe dhe të fillojmë që të bëjmë investimet duke filluar nga e hëna e ardhshme, pra duke filluar nga data 22, do të jetë shumë më tepër efikase në lidhje me shëndetin. Edhe kjo është një temë që mund të preket, për shenjën e ujorit, pika ku do të preket më tepër, vazhdon që të jetë pjesa e fytit dhe mund të kemi dhe dalje në skenë të alergjive. Kjo është e vlefshme edhe për hënën e plotë, që është tek shenja e binjakëve, është e vlefshme edhe tani në këtë periudhë. Sistemi imunitar, ose më themi sistemi imunitar është pak më i prekur tek shenja e ujorit dhe kjo është më tepër për sa i përket alergjive, prandaj do të këshilloj që të gjithë ata që e dinë që kanë diçka të tillë, të jenë më të vëmendshëm, të mos konsumojmë gjëra që e dimë që na bëjnë keq, dhe për shenjën e ujorit, një lloj siç ishte edhe tek shenja shigjetare, do t'ju këshilloja që të ushqeni me gjëra të ushqime që janë të lehta, mundësisht me fruta të perime, pra jo me mish, sepse këto janë ushqime të cilat në këto momente mund të japin reagime shumë më të rënda tek si rrjedhoj, do të krijojnë edhe fare rëndësi në trup. Në lidhje me çështje sentimentale, është një nga shenjat që ka më tepër fat në këto momente. Kjo hënëre e ndikon edhe në këtë pikë. Nga gjithë ky socializim që sa përmenda, mund të preket pikërisht edhe kjo temë, por edhe kjo është një nga temat të cilat është pak me spec. Prandaj dhe në vend që të vendosim tani fiks nëse duam apo se duam një lidhje, do t'ju këshilloja që të vëzhgoni mirë situatën dhe të veprojmë pas kësaj. Shenja e peshëve ka ndikime të fuqishme, shumë të fuqishme.
Ato çfarë duhet jeti kujdesshëm, po e them që në fillim, në këto momente shenja e peshëve mund të gënjej pak veten e tij. Pika që mund të gënjej pak veten e tij është në lidhje me meritat që ka për autoritetin që duhet të ketë në vendin e tij të punës, pra në lidhje me karrierën. Po ashtu edhe brenda familjes, këtë lloj si fryme mund ta ndjejmë shumë. Kjo mund të prek në mënyrë të dukshme edhe marrëdhëniet që ka me familjarët e tij, po ashtu dhe me shoqërinë e tij. Si rrjedhoshin së peshëve në këto momente do t'i këshilloj që t'jemi shumë realist. Në atë çfarë ne jemi vërtet, kush jemi vërtet, dhe të veprojmë në mënyrë etike në bazë të saj. Të vetë sakrifikohemi pa arsye nuk është diçka që detyrimisht nuk këshillohet, dhe mbi të gjitha të kërkojmë të na shpërblehet për një sakrifis që nuk na është kërkuar nga personi përballë, edhe kjo është diçka që nuk është shumë e logjikshme, prandaj do të këshilloj që ta frenoni veten në këtë pikë. Pika ku do të kemë ndryshime më të mëdha për këtë arsye është pikërisht këtë temë. Autoriteti që ne kemi në shoqëri, pra edhe në lidhje me punën, me karrierën, do të ketë ndryshime kolosale, po ashtu edhe në marrëdhëniet që kemi me njerëzit në përgjithësi do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme, sepse imazhi që ne kemi në botë do të ndryshojë në mënyrë të dukshme. Shenja e peshëve për këtë arsye është një nga shenjat më të prekura. Detyrimisht do të jemi shumë realist për përsëris dhe të mbajmë në jetën tonë vetëm gjërat që janë shumë që na shërbejnë, të mos shpërndahemi sepse kemi edhe elementin e shpërndarjes në këto momente. Të veprojmë në mënyrë etike, të ndërtojmë mbi ato që kemi krijuar më përpara është shumë e rëndësishme, të mos heqim dorë, sepse edhe kjo është një nga temat që shenja e peshëve në këto momente mund të bëjë, pra është një nga gjërat që mund të bëjë. Të kemë punuar vërtet shumë dhe të heqin dorë në momentin e fundit. Për sa i përket shoqërisë, do t'i këshilloj që t'i rishikoni edhe një herë të gjitha marrëdhëniet, ato që e dini që nuk janë funksionale, të largoheni, pra të përzjeni dhe të mbani në jetën tuaj vetëm gjërat që janë funksionale. Ndërkohë që ato që e dini që ju shërbejnë, ti përforconi dhe më tepër. Në këto momente marrëdhëniet që kemi me njerëzit, pra kontaktet që kemi me ambientin janë shumë të rëndësishme. Në qoftë se ne na mbajnë të vërtet tek karakteri jonë, ose më të themi, na detyrojnë që të përballemi me realitetin. Këto janë marrëdhënie që duhet i kemi në jetën tonë, na pëlqen apo s'na pëlqen ne, se s'na bën që të ndjehemi. Këtë po e ripërsëris. Por në qoftë se ne thjesht zgjedhim diçka sepse na bën që të ndjehemi mirë, ose dikë që na bën vetëm like, apo përse se na bën shumë keq në afatgjat, normale që shenjë së peshëve do të ketë pasoja edhe më vonë. Pasoja do t'i ketë në përgjithësi në lidhje me karrierën, përsëris është tema që do të preket më tepër në këto momente. A kemi mundësi që të anashkalojmë të gjitha këto probleme? Po, kemi mundësi. Por duhet jemi shumë të vetëdijshëm dhe të shikojmë realitetin në sy. Ndërkohë që shenja e peshëve është një nga shenjat që vërtet mund të ndikohet shumë më tepër se të gjitha të tjerat në lidhje me marrëdhëniet afatgjata të cilat nuk janë funksionale. Në qoftë se jemi brenda një martese e cila nuk na shërben, e cila është toksike, e cila është problematike, e cila më përmban dhunë më tepër se të gjitha të tjerë, psikologjike apo fizike brenda vetes, kjo në plot do t'i detyrosh të mbarojnë. Mënyra se si mund të rregullojmë këto është në qoftë se vërtet marrim terapi, pra në çift, dhe fillojmë dhe shikojmë realitetin në sy dhe zgjidhim vërtet si problem, por për normale që kur përmban dhunë, sidomos ato fizike, është shumë e vështirë për të rekuperuar. Prandaj dhe shenjën së peshëve do të këshilloj edhe në këtë pikë që t'jemi më realist. Nuk po them njeriu ndauni ose pajtoni, është komplet në dorën tuaj, po e them thjesht duhet jeni pak më realist në atë çfarë planoni që t'ju bëhet ose në atë çfarë bëni në disa raste. Shenja e peshëve ka shumë të ndikuar edhe shëndetin. Prandaj dhe normale do t'jemi të kujdesshëm, duke qenë se është shumë i prekur dhe tendoni i akilit nga kjo hënëre, për shenjën e peshëve do të thotë edhe këmbët janë shumë të ndikuara në përgjithësi, mos egzagjerojmë me veprimet tona. Një lloj siç thotë tek shenja e gafores, që nuk mund ta shpërbëjmë pra ose të rregullojmë gjithçka që kemi prishur për muaj me radhë, duhet të marrim gjërat me moderitet dhe t'i bëjmë gradualisht. Shërbimet që bëjnë në përgjithësi, kam 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë. Në përgjithësi kam ditën e martë dhe të shtunë, janë orën 19. Këtë javë po i bëj sot dhe do i bëj të premte.
Ditëve të marta kam parashikimin për hënën, për ciklet e hënës, ose me pyetje përgjigje, ndërkohë që ditën e shtunën bëj parashikimin javor. Këtë javë do bëj parashikimin javor ditën e premte, pra në datën 19 do bëj parashikimin javor. Parashikimin javor bëj vetëm nga TikToku, ndërkohë që parashikimet për ciklin e hënës i bëj tek të dy platformat, edhe nga TikToku edhe nga Instagrami. Përveç këtyre, mund të më dëgjoni edhe në programe televizive, një të Top Channel është ditëve të premte në programin Në shtëpinë tonë, ose ditëve të hëna është tek kanali A2 CNN tek programi Dita Jonë. Faleminderit për komplimentet. Mundohem vërtet që të përcjell informacione që janë sa më të vlefshme. Kush mund të t'i kuptoj, kupton, kush mund të t'i kuptoj, kam e shërdor, se shpjeguar e vetën. Ndërkohë që përveç këtyre, nëse nuk i mjaftojnë këto si informacione pra, që jap për publikun, mund të merrni konsultën tuaj personale. Për të prenotuar konsultën tuaj, mund të më shkruani nga numri im i WhatsAppit ose nga DM-i. Gjatë konsultave bëhet analizë e hartës, është e bazuar tek momenti dhe vendi ku kemi lindur. Mund të gjem ascendentin, në qoftë se nuk e din orën e saktë të lindjes, pra. Për të gjithë ata që e din orën e saktë të lindjes, ascendentin tuaj mund ta gjeni në shumë faqe që ekzistojnë në internet. Nuk do t'i këshilloj ChatGPT sepse nxjerr gabim. Dhe përveç këtyre, jap edhe mësim astrologji për gjithë ata që janë të interesuar. Nëse nuk e dini orën e lindjes, mund ta gjeni, është një nga shërbimet që unë kam me pagesë. Domethënë shërbimet që janë personale janë të gjitha me pagesë. Kristalet duhet të nxjerrim në hijen e hënës. Okej, kjo është hënë e re, nuk do ketë hënë domethënë, prandaj dhe kristalet nuk keni dritë hënë ku t'i nxjerrni. Për këtë arsye, gjatë hënës së re, kristalet këshillohet që të pastrojnë energjinë me krip, sepse kripa është pastruesi i energjisë, më efikas në ato rastesh. Kurse kur është hëna e plot, atëherë po i nxjerrim në dritën e hënës. Kjo duke qenë se është hëna e re, nuk ka hënë domethënë në qiell. Si ti pastroni në çfarë kuptimi? Me krip, ha. Unë thjesht i lëm pikë krip, nuk është se bëj ndonjë kështu proces shumë të madh. Kripa ka efektin e largimit të energjisë negative nga gjithçka, domethënë ky është efekti që ka kripa. Unë thjesht i lëm pikë krip, i lë 24 orë dhe ato pastrohen vetiu. Ka dhe procese, për shembull, ka dhe rituale të tjera, po të them vërtetë nuk është se e kam marrë ndonjë mundimi që ti studioj në mënyrë shumë të detajuar. Arsye që nuk e kam bërë sepse mendoj, ky është mendimi im. Ose besimi im, po e them në këtë mënyrë që në të vërtetë njeriu, ne vetë si specie, domethënë jemi specia më e fuqishme, jemi energjia më e fuqishme që ekziston. Dhe në momentin që ne e mendojmë diçka, e realizojmë, prandaj dhe këto të gjitha janë, si thua, elemente ose mjete që përdorim, domethënë, kur nuk kemi besim të mjaftueshëm tek vetja jonë. Prandaj dhe edhe kripa shërben, domethënë, si një farë mjeti për të pastruar atë pjesën që ne nuk kemi besim se do ta bëjmë dot vetë. Në të vërtetë ne vetë si individ ose si specie, si qenie, kemi aftësinë që të spastrojmë dhe të largojmë gjithçka që është negative nga jeta jonë dhe të marrim dhe të tërheqim çdo gjë që është pozitive, por varet se sa besimi kemi tek vetja tonë. Për përsëris, mënyra se si unë e bëj është të lën kristalet, domethënë që duhet të pastroj, lën 24 orë në krip. Kaq, nuk bëj gjë tjetër. Okej, pra, faleminderit shumë të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri. Natën.